Moment i papritur dhe mjaft i komentuar u zhvillua së fundmi brenda shtëpisë së Big Brother Kosova, ku një situatë e thjeshtë kuzhine u shndërrua në një skenë plot nënkuptime, emocione dhe reagime të përzierë mes banorëve. Në qendër të kësaj ngjarjeje u gjenden Eliona dhe Klodi, dy banorë mes të cilëve raporti duket se po bëhet gjithnjë më kompleks. Gjatë kohës që po gatuanin së bashku, Eliona u dogj në gishta. Një incident i vogël që megjithatë u kthye në një moment dramatik dhe provokues. Me tone ironike dhe ngacmuese, ajo ju drejtua Klodit me fjalët, i dogja gishtat për ty. Deklarata u shoqërua me afrimitet fizik, ku Eliona i hodhi duart në qafë Klodit dhe e shtrëngoi fort, duke krijuar një situatë që u interpretua ndryshe nga banorët dhe publiku. Ky veprim nuk kaloi pa u vënë re. Disa banorë e panë si një gest spontan, emocional dhe pjesë e lojës së afrimeve që shpesh krijohen në izolimin e shtëpisë. Të tjerë, megjithatë, e interpretuan si një përpjekje për vëmendje apo si një provokim të qëllimshëm, duke shtuar dyshimet mbi sinqeritetin e Elionës dhe natyrën e raportit të saj me Klodin. Vetë Klodi u duki surprizuar nga situata, duke u përpjekur ta kalojë momentin me humor dhe qetësi, pa e thelluar më tej situatën. Reagimi i tij i përmbajtur kontrastoi me afrimin e drejtpërdrejtë të Elionës, çka shtoi edhe më shumë diskutimet mbi dinamikën mes tyre. Ky episod tregon edhe një herë se në Big Brother Kosova, edhe momentet më të vogla mund të marrin kuptime të mëdha. Presioni i vazhdueshëm, kamerat 24 orë dhe nevoja për të krijuar histori bëjnë që çdo gest, çdo fjalë apo çdo kontakt të analizohet në detaje, si nga banorët, ashtu edhe nga publiku jashtë shtëpisë. A është ky një afrimitet i sinqert mes Elionës dhe Klodit, apo thjesht një lojë emocionale në kuadër të formatit? Kjo mbetet për t'u parë në ditët në vijim. E sigurt është se ky moment ka shtuar një tjetër stres, tensioni dhe kurështjeje në dinamikat e shtëpisë, duke e mbajtur audiencën të lidhë.